E di që do të duket e pabesueshme, por 90% e njerëzve përdorin vetëm 20% të potencialit të telefonit të tyre. Çdo ditë hapim të njëjtat 3 apo 4 aplikacione, ndërkohë që telefoni yt ka fuqi për të bërë gjëra që as nuk e imagjinuar. Në këtë video do të tregoj 5 aplikacione absolute që do ti instalosh tani. Do t'ju kursejnë orë të tëra kohë, do t'ju mbrojnë të dhënat dhe do të kthejnë telefonin tuaj në një super kompjuter. Dhe ai i fundit do t'ju bëj të fshini përfundimisht aplikacionin që përdorni çdo ditë. Bëj like videos që tani, rri rehat dhe le të fillojmë. Sa aplikacione mesazhes përdor çdo ditë? WhatsApp për familjen, Instagram për shokët, Messenger për punën, Telegram për ndonjë grup. Është stres më vete vetëm duke kaluar nga njëri aplikacion te tjetri. Ky aplikacion i parë quhet Beeper. Beeper merr të gjitha platformat tuaja të komunikimit dhe i fut brenda një inboxi të vetëm. Mund të kthesh përgjigje në Instagram, WhatsApp dhe Messenger pa dal kurrë nga aplikacioni. Më e mira, mund të kërkosh një fjalë kyçe dhe Beeper e kërkon në të gjitha chatet tuaja njëkohësisht. Është 100% falas dhe të kursen një kohë kolosale. Dhe për ata që pyetën për sigurinë, enkriptimi mbetet end-to-end, që do të thotë askush përveç teje nuk i lexon mesazhet. Ky është aplikacioni i parë që duhet të keni në ekranin kryesor. Të gjithë kemi në galeri ato fotot e vjetra apo foto të bëra në errësirë që kanë dalë keq dhe të turbullta. Mos e fshi atë foto, pasi të përdorësh Remini, do ta kuptosh pse ky aplikacion ka marrë miliona shkarkime. Shiko këtë, merrni çdo foto të dobët, e kaloni te Remini dhe inteligjenca artificiale rindërton çdo detaj të fytyrës. Heq zhurmën e fotos dhe kthen atë në rezolucion Ultra HD në më pak se 3 sekonda. Ndryshimi mes përpara dhe mbas. Duket sikur është bërë në aparat profesional prej mijëra eurosh. Funksionon me foto të vjetra, foto nga rrjetet sociale apo edhe me dokumente që si lexoni dot. Një vegël absolute që duhet ta keni gati në telefon. Nëse bën video për Instagram, Reels, TikTok apo YouTube Shorts, e di shumë mirë që redaktimi kërkon orë të tëra. Por aplikacioni i tretë CapCut ka integruar disa opsione AI që shumica nuk i din fare. Me opsionin Auto Caption mund t'i vendosësh videot, titra dinamike, plot ngjyra dhe animacione automatikisht pa shkruar asnjë fjalë me dorë. Dhe nëse ke frikë nga kamera apo haron fjalët, përdor opsionin teleprompter. Teksti ecën në ekran ndërsa ti lexon dhe shikon direkt kamerën. Mund të heqish prapavion e videos pa green screen, të përmirësosh zërin dhe ta eksportosh në 4K. Është studio ja jote e plot e redaktimit në xhepin tuaj. Sa herë të ka ndodhur të klikosh forgot password, sepse ke haruar se çfarë fjalkalimi ke vendosur, ose më keq akoma përdor të njëjtin fjalkalim për çdo faqe. Ky është gabimi më i madh për sigurinë tuaj. Zgjidhja quhet Bitwarden. Bitwarden është një password manager 100% falas dhe open source. Ai ruan të gjitha fjalkalimet tuaja në mënyrë të enkriptuar. Kur futesh në një aplikacion apo faqe interneti, Bitwarden e plotëson fjalkalimin automatikisht me Face ID ose gjuhë gishtash. Ke nevojë ta mbash mend asnjë fjalkalim më kurrë. Plus mund të gjeneroj fjalkalime me nivel ushtarak që nuk mund t'i hakoj askush. Instaloje sot dhe hiqni një stres të madh nga jeta. Arritëm të aplikacioni 5, ai që ju premtova në fillim. Ky aplikacion do të zvendçoj mënyrën se si e përdorni internetin. Bëhet fjalë për Perplexity AI. Harroni kërkimin e vjetër në Google ku duhet të hapni 10 faqe të ndryshme me reklama për të gjetur një përgjigje. Me Perplexity ti bën çfarëdo pyetje dhe ai kërkon në të gjithë internetin në kohë reale, duke të dhënë përgjigjen e saktë, të përmbledhur me pika dhe me burimet nga ku i mori të dhënat. Mund ta pyesësh për receta, kode, përmbledhje librash apo këshilla teknologjike. Është sikur të kesh një asistent personal shumë të mençur në xhep 24/7. Cili nga këta të pëlqeu më shumë? Më shkruaj në koment dhe nëse do një pjesë të dytë në aplikacione të tjera sekrete, bëj like dhe subscribe tani dhe shihemi në videon tjetër.